Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë, duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio me njëherë mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme. Unë prezantova shkurtimisht pak më parë, me mua në këtë moment është bashkuar për të zhvilluar një bisedë shumë të veçantë Eva, mësuese. Faleminderit. Eva, të falenderoj që për gjithë angazhimet që ke, puna jote e përditshme me nxënësit, gjithakohë dhe mundësinë për të qenë pjesë e programit Muzik Plus për të folur për një temë kaq të rëndësishme dhe jam e sigurt më mirë se sa ti nuk mund ta trajtonte, duke qenë se ke një pasion të veçantë për librat, për leximin, por mbi gjitha edhe puna e përditshme me nxënësit. Të falenderoj dhe të përshëndes. Faleminderit Kela, është gjithmonë kënaqësi të jem pjesë e radios dhe emisionit tuaj. Faleminderit për fjalët e mira, ndihem mirë kur I dëgjoj dhe do të jem gjithmonë me shumë dashamirësi pjesë e emisioneve të tilla, sidomos kur bëhet fjalë për librat që janë vërtet diçka e vlefshme, sidomos jo vetëm në jetën e të rriturve, por edhe tek fëmijët, ata që tek të cilët ne do ndalemi gjatë sot. Para se të fokusohemi tek tema, më trego pak si ka qenë kjo periudhë për ty, një vit I gjatë shkollor, me punë të përditshme, me sfida, me nxënësit, por edhe me arritje, me suksese, jam e sigurt edhe pa diskutim. Përpiqemi që të arrijmë suksesin dhe përpiqemi që të japim më të mirën në punën tonë të përditshme. Ka ditë të cilat kanë sfida, ka ditë të cilat të thua nuk ja dola dot, pse nuk e bëra kështu, por ka edhe ditë të tjera të cilat të japin pastaj kënaqësi. Puna me nxënësit është gjithmonë plot me të papritura, është gjithmonë ti mendon se do të je nisur për diku dhe pastaj krejt papritur shikon që rruga ka ndryshuar dhe thua, pas kemi edhe më mirë, atëherë le ta provojmë edhe këtë tjetrën. Kështu që ka magjinë e vet puna e mësuesit, por ka lodhjen e vet, nuk po e anashkalojmë edhe këtë pjesë, por them se më tepër se sa këto ka kënaqësi. Ka kënaqësi shumë të mëdha. Të jesh gjatë gjithë kohës me fëmijë, me të rinj, të cilët të japin ide, të mbushin, të motivojnë, është privilegj. Patjetër. Është privilegj. Ditë pas dite të punosh me ta, të jesh pranë tyre, është sa e vështirë, jam e sigurt aq edhe e bukur në fund të ditës. Sot ne do të fokusohemi tek libri dhe mbi gjitha tek fëmijët, por përpara se të ndalemi tek ato këshilla, sugjerime, të cilat vinë nga eksperjenca jote si mësuese, le të kthehemi disa vite pas. A e mban mend librin tënd të parë në fëmijëri? Si të ka bërë të ndihesh? Çfarë përshtypjesh do të ndash me ne në ditën e sotme? Shiko, Kela. Nga fëmijëria ime mbaj mend, domethënë kuptohet që qyteti tashmë ka ndryshuar shumë nga koha kur ishim ne fëmijë. Por megjithatë ja çuditërisht, unë librarinë e vjetër e mbaj mend edhe sot, me ato kanatat e drujta, edhe me ato xhamet që se di si qëndronin në këmbë, po që brenda mbanin një botë plot me libra. I kam kujtime shumë të shtrenjta. Sidomos pjesën e vendeve që të lidhnin me librat. Ndërsa kur vjen puna tek librat, tek titujt, sidomos tek librat për fëmijë, me që do të fokusohemi më gjatë sot për të folur, po ti kisha flokët pak më të gjatë, sot do të vija me 2 bishtaleca. Për të kujtuar edhe Pipi Çorape gjatën, që është personazh shumë I dashur, jo vetëm për mua, po edhe për fëmirin tim apo për brezin tim, po them, po kam përshtypjen që edhe të fëmijëve që lexojnë, të gjithë fëmijëve që lexojnë, Pipi është një nga personazhet që e duan edhe e pëlqejnë shumë për ta ndjekur. Por do vija kështu edhe për faktin se letërsia e ka këtë fuqi, e bën njeriu
ta doj fëmirin shumë gjatë në shpirtin e tij. Dhe po pse jo, të gjithë kemi nevojë që të jemi nganjëherë aq të çlirët sa që janë fëmijët. Kemi nevojë dhe e kemi shumë të domosdoshme që të jemi sidomos në kohën e sotme. E kemi shumë të nevojshme që të jemi jo vetëm të çlirët si fëmijët, po të kemi pafajësinë e tyre në shpirt. Ka personazhe plot pastaj nga letërsia për fëmijë që unë do të veçoja. Po Pipi ishte po them më e veçanta në fëmijëri, ndërsa do të veçoja pastaj emra të tillë si Andersen me prallat e veta që na i kanë bërë domethënë fëmijërinë të paharruar. Midis tyre më kujtohet dhe nuk e heq dot nga memoria ime, shitsen e vogël të shkrepseve. Ishte një botë sa e dhimbshme në pamje të parë, pastaj aq edhe e dashur, pastaj aq edhe e paharruar. Një fëmijë që kishte ftohtë dhe që dëshironte shumë ngrohtësinë që nuk ja ofronte dot askush. Më kanë pëlqyer, domethënë në përgjithësi prallat kuptohet që fëmijët kontaktin e parë me leximin tek prallat do e kenë sepse ato janë ato çka na njohset fillimisht me botën e jashtme. Prandaj ndihmojnë patjetër edhe për një imagjinat më të pa diskutim që por edhe prandaj edhe prallat në kulturën e një kombi janë shumë të rëndësishme. Flasin shumë për kulturën, për simbolet, për identitetin e një populli. Por është çështje tjetër kjo pastaj. Është një tjetër temë. Ndërsa fëmijët e kanë përqasjen me botën që ata nuk njohin, e kanë më të lehtë fillimisht nëpërmjet prallës dhe pastaj dëshira për lexim fillon edhe prej andej. Një prallë e treguar bukur nga gjyshja, nga mami, nga motra, pa diskutim që e zgjon kurreshtin e fëmijës për ta marrë, jo për ta dëgjuar më nga tjerët, por lind vetveti u them dëshira për ta lexuar dhe për të thënë pse mos e lexoj unë në vet këtë prallën. Edhe përmes këtyre kujtimeve që ti na solle në këto momente përgjatë viteve të tua të fëmijërisë, pse mendon se është kaq e rëndësishme që fëmijët të lexojnë që në moshë të vogël? Shiko Kela, kjo pyetje mua jo më zhvesh, po them nga petku i mësueses, por flas edhe nën përgjegjësinë e nënës tani, si mama e një djali 7 vjeçar, 8 vjeçar së fundmi, i cili në fillesat e veta në shkollë kishte vështirësi ashtu siç kanë të gjithë fëmijët në bashkimin e fjalëve, në shkrimin e shkronjave e të tjera me radhë. E vetmja mënyrë që më rezultoi efikase për fëmijën tim, flas nga eksperienca personale, për fëmijën tim ishte leximi. Pasi vendosëm të fillonim të lexonim rregullisht, të fillonim të lexonim minimalisht, po themi, një numër të caktuar faqesh në ditë, u vure që djali filloi të shkruante më mirë. Më kupton? Nëse do të kishim, nuk e di, një psikologe fëmijësh apo një specialist të fushës, ai do dinte ta shpjegonte më mirë se sa unë, sepse unë jam vetëm mësuese dhe e shikoj nga aspekti i mësuesisë. Fëmia fillimisht pastaj pas shkrimit fillon të përqaset me një botë tjetër. Fillon të ketë interpretimet e veta. Fillon fëmia duke patur një interpretim të vetin, fillon të ketë edhe një lloj nën vetdije, një lloj këndvështrimi personal, të cilin duam apo nuk duam, pavarësisht se jemi të rritur, ne nuk ja ndalojmë dot në zhvillimin e tij. Dhe leximi është pa diskutim. Përkundrazi duhet ta nxisim. Duhet ta nxisim pikërisht. Dhe leximi është pa diskutim, them unë, ajo që fëmijën e ndihmon jashtëzakonisht shumë në të gjitha aspektet e veta, jo vetëm në zhvillimin e shkollës, po në përgjithësi. E bën fëmijën empatik, e bën fëmijën të mendojë më shumë, e bën fëmijën të ketë idetë e veta, të ketë argumentin e vet. Edhe të shohë edhe realitetet të tjera përtej asaj që ai është mësuar në rrethin e tij më të ngushtë. Ku ndihet i sigurt, i dashur, por realiteti nuk është gjithmonë kështu. Edhe ta krahasoj veten me personazhet që lexon apo me personazhet që njeh. Ose të dëshiroj të jetë në vendin e tij. Pse të mos isha unë si, ku diun,
djali i xhunglës, po themi, apo pse të mos isha unë si Peter Pan, apo pse të mos kisha unë fuqinë të kisha një zan të vogël që të më ndiqte nga pase, ta kisha shoqe të ngushtë siç ka Peter Pani, tringëllimën po themi. Kështu që imagjinata është ajo që zhvillohet më tepër gjatë leximit, sidomos tek fëmijët e vegjël. Pastaj është bota shpirtërore që bëhet gjithmonë dhe më e pasur. Për gjatë këtij minutazhi ti ke ndarë diçka më tepër nga fëmijëria jote për sa i përket leximit, nga eksperienca jote si nën, por vetëm pas pak ne do të rikthehemi në studio për të fokusuar tek eksperienca jote gjatë patjetër si mësuese dhe se si përpiqesh për të motivuar, për të nxitur gjithmonë më tepër nxënësit të orientohen drejt librit dhe leximit, por shkëputemi shkurtimisht për të ndjekur një hapësirë muzikore dhe rikthehemi vetëm pas pak me Evën në studio. Dëshirun kam të nderoj, Zotun me gjithë zemër të adhuroj, çdo gjë brenda meje të jep lavdi, gjithçka është në ty. Zotun zemrën të jap shpirtin tim, unë veç për ty jetoj, dhe çdo frymë që unë marr, çdo moment që jetoj, sot ti ke pjesë tek Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel për gjatë programit Muzik Plus. Unë patjetër Eva përgatis një listë me pyetje tek tema tek e cila unë duhet fokusohem me të ftuarit, të njëjtën gjë kam përgatitur edhe për këtë intervistë, por her pas here nga gjithë ata që na ndjekin na vijnë dhe pyetje të ndryshme. Prandaj në këto momente përshëndes çdo person që është duke na ndjekur, qoftë nëpërmjet valëve të radios, por edhe në çdo formë tjetër që kanë mundësi për të ndjekur Radio Emanuel dhe intervistat që ne zhvillojmë. Prandaj një pyetje që dua ta bëj në këto momente është nga Angela, e cila është duke na ndjekur, e përshëndesim. E përshëndes edhe unë. Ajo thotë, lutem, pyeteni pak zyrshëm për regjistrimin audiofonik që i ka bërë princi të vogël gjatë izolimit të COVID-19. Prandaj më trego pak më tepër për këtë eksperiencë, për këtë iniciativë dhe nis. Në fakt nisi si dëshirë, edhe si pamundësi, apo
nuk di t'i vë një emër konkret, më kupton? Ka qenë periudha e izolimit të COVID-19 dhe kuptohet që në shtëpi izolimi bëri të vetën, mërzia edhe na shoqëronte ndonjëherë. Kishim nevojë për kontakt me njerëz. Atëherë me mikeshën time të ngushtë, vendosëm që një mënyrë se si mund t'i triqnim fëmijët tanët fillimisht drejt leximit ishte pse jo të zgjedhim një libër të caktuar për një periudhë të caktuar kohore dhe të fillojmë ta lexojmë atë. Kuptohet që unë si zyshe nuk thash jo e mirëpritanismën, mirë po çuditërisht fëmijët tanë u përqasën shumë lehtë ndaj asaj mënyre dhe e përqafuan për njerëz. Ndodhte që ne të regjistronim një pjesë të caktuar nga libri dhe pastaj në darkë fëmijët e dëgjonin të gjithë në të njëjtën kohë atë pjesë të lexuar. U pëlqyer shumë, mezi prisnin sa të fillonte pjesa tjetër, mezi prisnin sa të fillonte vepra tjetër dhe kështu me radhë u bë një lloj regjistrimi audiofonik. Për fëmijët për t'i afruar gjithmonë edhe më tepër me librin, edhe me ishte leximin. Një eksperiencë tjetër, po ndalem pak edhe tek kjo që. Një eksperiencë tjetër për sa i përket regjistrimit audiofonik apo pasurimit të bibliotekës për fëmijët ka qenë edhe Nisma Dhuro Zërin që mbahet në Tiranë në Institutin e Fëmijëve të cilët nuk shohin. Edhe atje po vjet për 23 prillin, ditën e librit, kam qenë prezente dhe kam lexuar një prallë të cilën e arkivonin dhe e fusnin pastaj në bibliotekën digjitale, tek e cila nxënësit që donin të shkonin të lexonin, po them, dhe e kishin të pamundur ta lexonin për shkak të mungesës të shikimit të tyre, shkonin dhe e dëgjonin veprën të incezuar nga dikush tjetër. Ishte një nismë, domethënë, që është përkrahur jo vetëm nga njerëz të njohur, nga njerëz të skenës, nga emra, po edhe nga njerëz të thjeshtë, të cilët thjesht kanë patur dëshirën për të shkuar dhe për të dhuruar zërin në një formë apo në një farë mënyre. Unë mendoj që është dhurata më e veçantë që kam bërë ndonjëherë në jetë. Zëri. Patjetër, ndjesi shumë e bukur për ty që e realizon si eksperiencë, por mendo se sa e bukur është për ata fëmijë që kanë mundësi për të dëgjuar edhe për të marrë më të mirën nga iniciativa dhe nga nisma të tilla, që janë patjetër pozitive. Për të përgëzuar dhe vërtet për të përshëndetur. Uroj shumë që të vazhdoj se ka kaq shumë libra për të lexuar, ka kaq shumë dëshirë te ata fëmijë që ndoshta po e kanë të pamundur leximin. Dhe kjo është mënyra më e mirë që Elia nuk kishte gjetur për t'ia u mundsuar atyre fëmijëve. Kanë qenë patjetër eksperienca shumë të veçanta unike, të dyja, si regjistrimi audiofonik që Agi na i solli, na i kujtoi, edhe pjesa tjetër e leximit për fëmijët që nuk shohin, ishin të dyja eksperienca mbreslënëse. Me pa diskutim që zgjuan dëshira të mëdha, zgjuan dëshira për projekte të tjera, por që ndonjëherë janë dhe këto momentet e pamundësisë të cilat të bëjnë të dalin gjëra të cilat lën bresa të mëdha, po edhe janë si duket janë shkëndija, të cilat krejt papritur, pa e kuptuar as vetë ti, nisin tek ti projekte që nuk i ke pritur natyrës të mbërin deri atje. Kështu që janë eksperienca të paharueshme gjithsesi të dyja. Gjithashtu ne përmenda edhe pak më herët, do të ndalemi sot për gjatë bisedës në studio edhe tek ajo që ti si mësuese në përditshmërinë tënde motivon nxënësit të lexojnë. A ke ndonjë mënyrë të veçantë që e gjithë kjo të funksionojë edhe të ecë ashtu siç duhet? Sa mirë do të ishte sikur çdo mësues të kishte një shkop magjik dhe ta bënte lëndën e tij kështu për njerëz të dashur. Po duhet gjetur mënyra. Është e vërtetë që duhet gjetur mënyra. Një nga mënyrat që un kam zgjedhur për t'i përfshirë, do të thosha, se motivimi pastaj vjen pak më vonë, ndoshta fëmia duke marrë pjesë dhe fillon edhe motivohet dhe për të punuar akoma dhe më tepër.
Në shkollën ku unë punoj, kam vendosur që të ngrejmë grupe të vogla leximi, të cilat përqendrohen tek një libër i caktuar për një periudhë të shkurtër kohore dhe pastaj fillojmë të diskutojmë rreth atij libri në një në një tryezë të rrumbullakët. Përpiqem shumë që librat që të zgjidhen të jenë tërheqës, të jenë përfshirës të gjitha moshave të ndryshme, por shoh që fillimisht kishte pak ngërç, kishte një lloj stepjeje nga ana e fëmijëve, nuk e pranojnë lehtësisht, po them, atë bisedën që do të bëhet rreth librit. Më kupton? Pastaj në bisedë sipër, kur gjithçka vjen derrjedh natyrshëm, atëherë e kupton që fëmijët fillojnë dhe zgjojnë një farë kurreshtjeje. Unë them që këto mini klubet letrare brenda shkollës janë një mënyrë shumë e mirë për ta tërhequr fëmijën fillimisht në bibliotekë. Dhe pastaj në bibliotekë libri ka fuqinë që të flas vetë më parë se sa mësuesi. Por unë them se kjo është një mënyrë shumë e mirë për ta përfshirë fëmijën dhe për ta motivuar dhe për të lexuar pastaj akoma dhe më tepër. Pastaj varet edhe nga fëmia. Unë kam nxënës të cilët janë në moshë, po them, në klasat më poshtë se sa shkolla e mesme, gjimnazi, por ama janë nxënës të cilët vinë me një listë librash që duan ta lexojnë. Dhe pavarësisht se unë u them që nuk mund ta marrësh ta lexosh që tani, ose je shpejt për ta lexuar që tani Emma Bovary apo Harku i Triumfit që në klasë 6, je shpejt. Po mësuese kam dëshirë, po je ende shpejt, prit ta nisim shkallën nga e para pastaj te e dyta dhe me radhë. Nuk duhet ndaluar hobi këtyre fëmijëve absolutisht. Por duhet bërë punë shumë e mirë në drejtimin që duhet i jepet fëmijës, sepse ta mësosh fëmijën të lexojë është një punë shumë e bukur, por shumë e vështirë. Ta mësosh fëmijën të përzgjedh leximin e vet, atë librin që do të lexojë, je duke i mësuar të përzgjedh në jetë. Të di ku të shkojë, je duke i mësuar se si të ecë në rrugën e dur. Kjo patjetër është roli mësuesit, por edhe prindrit, aq sa munden, aq sa kanë njohuri, aq sa kanë informacion. I pandar janë të duhet të japin kontributin e tyre. Çfarë lloj librash zgjedhin zakonisht fëmijët në ditët e sotme? Shikon gjithmonë interes i tyre të jetë tek ata libra që vërtet kanë një vlerë për të përcjell, tek ata libra që duhet të lexojnë, apo ndonjëherë edhe tek ata libra që promovohen më tepër, edhe përmes rrjeteve sociale dhe në forma të ndryshme. Pa diskutim që teknologjia ka ndikimin e vet. Dhe ne nuk mund ta ndalojmë dot dhe të stopojmë dhe të themi mos shihni tani çfarë promovohet dhe lexoni tani vetëm këto që un po u jap brenda programit mësimor. E kemi thënë që në përgjithësi fëmijët nuk janë të prirur për të ardhur dhe për të lexuar klasikët që të japin tronditje të mëdha brenda shpirtit. Po mbase edhe sepse duhet edhe ndoshta të jesh pak më i rritur në moshë për të kuptuar ato letërsi që janë vërtet thelb dhe janë themel, po themi, letrar. Nuk është gabim të lexosh libra të cilët promovohen shumë, por është ajo që sapo fola pak më parë. Mbase duhet pak punë për ta mësuar mendjen e fëmijës dhe për t'i thënë që të përzgjedhësh është mirë që fillimisht ti të marrësh emocionet forta. Dhe në momentin që ti merr emocionet e forta, këto librat e tjerë të cilët po të vinë masivisht, vetvetiu do t'i seleksionoj. E vërtet. Më kupton? Domethënë, në momentin që fëmia nëpërmjet leximit dhe sidomos fëmia nëpërmjet leximit fillon të përjetojë emocionet, ai pa diskutim që do të jetë një fëmijë selektiv pastaj. Një fëmijë që lexon është pa diskutim një i rritur që mendon. Dhe ai që lexon një letërsi të mirë është një i rritur që mendon mirë. Prandaj të lexuarit për mendimin tim është shumë i rëndësishëm sepse nuk i mëson fëmijës thjesht të lexojë. I mëson fëmijës, i jep njeriut të rriturit, të riut, i jep një mënyrë jetese nëpërmjet leximit. Them se nuk duhet ti drejtojmë fëmijët vetëm trek
vetëm tek libra të cilët lexohen lehtësisht, vetëm tek libra të cilët na japin tema. Mua më pëlqen shpeshherë që nxënësit e mi në bisedat që ne bëjmë edhe gjatë pjesëve të ndryshme letrare që i kemi në programet mësimore, më pëlqen që nxënësit i vënë në vështirësi. Edhe shpeshherë t'ju ngre edhe pyetjen pse. Edhe më pëlqen që të dëgjoj argumentat e tyre. E di që mbase në diskutimin a ka vlerë arti pa mesazhe të mëdha, mua më duhet që të mbaj qëndrimin jo, por më pëlqen që t'ju them atyre po. Dhe më pëlqen shumë kur ata më sjellin argumentat me të cilët më bindin. Kjo tregon që ata vërtet kanë lexuar dhe vërtet din të përgjigjen për një temë të caktuar, për çfarëdo lloj teme të caktuar, jo vetëm për atë që ne e kemi brenda programit mësimor. Prandaj fëmia nuk duhet të shkoj ose nuk duhet të rritet me idenë se çfarë duhet të lexoj. Kam bindjen që ne këtu po gabojmë. Ne duhet të mësojmë fëmijës si të lexoj. Për mendimin tim. Edhe në fakt ajo që përmende pak më sipër, kjo është e bukur mendoj e letërsisë që përtej asaj historie që na shfaqet, përtej ngjarjes, secili prej nesh sjell duke interpretuar situatën në fjalë gjithë jetën e vet, situata nga jeta e vet, edhe jam e sigurt që edhe nxënësit të njëjtën gjë bëjnë përmes analizave të tyre, përmes interpretimeve të tyre. Mbase me vështirësi, mbase me pak ndroj, por në temat të caktuara e vendosin veten. I referohen situatave të jetës së tyre. Po ja, thon, po të ndodhte ty, po të më ndodhte mua, ose ja mësuese, unë e them nga eksperienca ime. Do të thënë që i bën nxënësit që të përqasen në një farë mënyre. Është shumë e lehtë, shumë bukur të flasësh patjetër për ato momentet edhe të suksesit, në këtë rast për fëmijë që duan librin, leximin. Por nga ana tjetër kemi një realitet i cili dash pa dashur, jam e sigurt se cili prej nesh e prek. Ju më tepër duke qenë se jeni në kontakt më të gjerë me nxënësit, disa diku më pak prindrit me fëmijët e tyre. Prandaj në ditët e sotme ka ndoshta fëmijë të cilët nuk kanë ndonjë interes të shtuar për leximin. Si vepron ti kur përballesh me nxënës të tillë? Ke ndonjë histori për shembull që mund ta ndash? Pse jo edhe për të motivuar ata prindër që janë duke na ndjekur dhe ndodhen në situata të tilla me fëmijët e tyre. Ideali do ishte që ti të hyje në një klasë dhe nga 20 nxënës 15 i kishe të dhënë pas librave. Të njëjtën gjë do të thoshte edhe një mësues fizike, matematike. Jam e sigurt për këtë. Po, pa diskutim. Por ja që nuk është kështu. Realiteti në të vërtetë është ndryshe, është krejt ndryshe. Ka mënyra megjithatë se si ti sjellim fëmijët, se si ti bëjmë fëmijët që ta duan lëndën, leximin, përderisa po flasim për leximin. Ka, pa diskutim. Jo çdo fëmijë është i prirur dhe jo çdo fëmijë e pëlqen në fundit leximin. Është normale. Megjithatë, duhet gjetur një mënyrë se si ta gërshetojmë dhe se si ta sjellim fëmijën, po them, drejt asaj që ai di të bëjë më mirë në fundit. Nëse një fëmijë e ka më të thjesht, unë kam punuar në fakt edhe me nxënës përgjatë këtij viti, projekte të tilla. Nuk e kanë patur të thjesht të kuptojnë një autor të caktuar, po themi, amerikan, se në përgjithësi janë të vështirë pak amerikanët, apo simbolistët, edhe nga kultura, mentaliteti. Megjithatë, e kanë pasur shumë herë më të thjesht për ta sjellë këtë poet, apo këtë autor, apo jetën e atij autori, apo veprën, apo interpretimin që unë ja u kam dhënë analizë, e kanë patur shumë më të thjesht për ta sjellë të paraqitur si një film, të animuar. Është shumë e thjeshtë tani se po e bëj, po le të themi që është një mënyrë që mësuesit e përdorin shpesh këtë. Për të lexuar një vepër, do ta marrësh një nxënës dhe do e çojmë në rolin e një personazhi. Po. Kupton? Ai përfshihet fëmia do të vi. Nuk po them që ja del gjithmonë, ka raste edhe që nuk ja del, por nuk dua që domethënë dorëzimi
nuk më pëlqen si ose koncept apo si ndarja që shiko, ti nuk ke aftësi ose nuk ke dëshirën për ta bërë po këtë në gjë. fundit ne nuk po nxjerrim aktor, ëh. Ne vërtet. po përpiqemi që t'i përqasim fëmijët ndaj librit. Dhe unë them që këto janë mënyrat më të mira. Fëmia fillon përfshihet, po mësuese ta kem veshjen kështu, po mësuese ta them kështu, po mësuese se them dot këtë fjalën, po sikur ta ndroj pak këtë rolin e të tjera me radhë. Po gjithsesi, nuk duhet parë vetëm në këndvështrimin e ngushtë që fëmia nuk e bën dot. Jo, fëmia do e bëj. Do e bëj sepse në momentin që ne e motivojmë fëmijën që ti mundesh pa diskutim, në momentin që ne i themi fëmijës ti je i aftë, nuk ka probleme, dhe nëse nuk e bëre mirë, nuk jemi në shkollë teatri, jemi thjesht në një projekt, po themi lëndor, dhe po përpiqemi që ta ngrem në një shkallë pak më lartë se sa libri, po përpiqemi që ta vëmë në skenë. Duke e padur ashtu, fëmia fillon edhe përfshihet. Vjet në proces pune, gjë që është shumë e rëndësishme. Sikur vetëm të filloj ta lexoj disa herë për të përpjekur për të mbartur mend fjalët e rolit që ka, është bërë po themi diçka. Nuk kemi më një fëmijë që nuk ka lexuar fare apo nuk e njeh personazhin që po flasim. Kupton? Vetëm sikur të themi që ti do të luash rolin e, ku di unë, po them, e Peter Panit. Me që e nisëm e Peter Pan, e Pinokut, e Baba Carlos. Po. Do filloj të interesohet, të pyes dhe të thot kush është Baba Carlo, ç'a bënte Baba Carlo, po ky Pinoku ç'a bënte, pse duhet jem unë Pinoku, pse të mos jem unë ky personazh tjetër. Kupton? Dhe është pa diskutim një lloj angazhimi. Them se ka mënyra. Teknologjia në ditët e sotme na ndihmon. Nuk më pëlqen që ta shohim vetëm si kundërshtar. Vetëm si diçka të huaj, ta heqim krejt tani nga procesi mësimor. Po është e pamundur ajo. Nuk mundemi dot. Kështu që në momentin që nuk e zhbëjmë dot, nuk e heqim, nuk e luftojmë dot, atëherë okay, le ta marrim dhe ta bëjmë pjesën tonën. Të përpiqemi që t'i marrim më të mirën ama. Dhe mundemi t'ja marrim pa diskutim që mundemi. Kështu do jemi edhe më afër nxënësve sepse janë një brez që dashur pa dashur kanë interes dhe e përqafojnë lehtësisht. E duan teknologjinë, ta përdorin edhe në këtë rast për sa i përket leximit, librit, por edhe lëndëve të tjera në shkollë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio, por do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore. Vjen Gloria Nure me këngën Kjo botë kërkon për një ero. Rikthehemi vetëm pas pak me Evën në programin Muzik Plus. Por më të madhin njohim ne, i plot fuqish shpallim qartë, thërasim me zat lartë, ajo është kampioni, fitim ta, ajo është kampioni, fitim ta. Rikthehemi sërish në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me mësuese Evën. Jam dalur tek libri, tek mbi të gjitha mënyra se si ne edukojmë fëmijët tanë për çastin që ata duhet kenë kundrejt leximit dhe librit. Prandaj, për gjithë prindrit që janë duke na ndjekur edhe në eksperiencën tënde si mësuese, por edhe si një nën, si mund të ndihmojmë prindrit për t'i afruar fëmijët me librin? Nuk e di nëse mund të ketë ndoshta një këshill edhe më praktike apo cilat do të ishin sugjerimet e tua. Ka raste kur ata që dorëzohen të parët janë prindrit. Dhe vinë edhe thonë që nuk lexon, nuk më dëgjon. Ja, po lexoj do e bëj se do i thuash ti. E shohin mësuesin si një autoritet. Po. Në një farë mënyre, më të fortë se sa vetja e tyre. Unë them kështu, kam bindjen madje se një fëmijë nuk do bëj atë që i thuhet të bëj. Vërtet. Fëmia do të bëj atë që do të shoh. Kështu që ne nuk mund të pretendojmë të kemi fëmijë që lexojnë në momentin që kemi prindër të cilët qëndrojnë ose harxojnë gjithë kohën e tyre, po themi, në për rrjetet sociale.
nuk mundet dot një fëmijë i tillë të jepet pas librit. Pastaj lexim nuk është se jam duke këshilluar prindrit që t'i futen leximit tani. Po ideja është që ta përkrahin fëmijën dhe t'i tregojnë të gjendet një mënyrë, po them, edhe duke bashkëpunuar me shkollën, me mësuesin kujdestar, me mësuesin lëndor, me të gjithë, pse jo. Duke marrë pjesë në aktivitetet shkollore të fëmijëve të tyre. Ne si shoqëri jemi pak të ngurtë, më duket mua. Edhe kur ti si mësues thret prindin që të marrë pjesë tek ky aktiviteti bashkë me fëmijën e vet, qoftë kjo edhe një aktivitet apo vetëm edhe për ta parë, janë pak të ngurtë. Çka ka bërë fëmia im tani? Do të thënë, kanë ende idenë që nëse po thirret nga mësuesi, do të thotë që diçka ka ndodhur. Jo. diçka jo e mirë. Diçka jo e mirë, po jo, nuk është kështu në të vërtetë. Unë them që bashkëpunimi midis prindit dhe mësuesit është një e mirë që i shërben fëmijës. Është një bashkëpunim që tek fëmia mund të çel, mund të lulëzoj. Shpeshherë ndodh që fëmijët mund të jenë pa vetbesim, ose mund të ndodh që fëmijët të vinë me vetbesim të ulët, ose të thonë se di, do ta bëj dot, se di, kam frikë se bëj dot, po ja ti them njëherë mamit. Sidomos klasat e ulta, po themi, cikli 9-vjeçares. E kanë shumë të domosdoshme mbështetjen tek prindi. Dhe prindi pa e kuptuar pastaj të thotë, po e bëri, do e bëj për ty. Jo, fëmia do e bëj sepse mësuesi fillimisht do ta motivoj dhe prindi do ta mbështesë pastaj në atë që fëmia po fillon të ndërmarr. Pa diskutim, janë dy figura që duhet të ecin paralel me njëra tjetrën dhe duhet të motivojnë fëmijët. Janë ata aktorë që patjetër duhet të bashkëpunojnë. Pa diskutim, nuk duhet kursesi të jenë të ndarë njëri nga tjetri. Po e pam njëri tjetrin në drejtime të kundërta, nuk i vetmi që nuk përfiton dot është fëmia. Prindi e ka marrë tashmë rrugën, mësuesi gjithashtu profesionin e vet, por nuk funksionon shoqëria kështu nëse ne nuk përpiqemi për të mirën e atyre fëmijëve. Në fundit mësuesin me prindin apo prindin me shkollën e lidh fëmia. Dhe ne duam s'duam, atje do ta përqendrojmë vëmendjen tonë. Se si do t'i bëjmë këto, se si do t'i gjejmë këto mënyra, se si do t'i krijojmë këto mënyra për ta përqasur fëmijën ndaj rrugës, është pastaj puna e të rriturit. Ne jemi duke shtruar rrugë. Më kupton? Në mënyrë që fëmijët të mos e kenë të vështirë përballjen me tjetrin në kuptimin me jetën e tyre, me situatat e ndryshme që i përcjell përditshmëria. Këtë punë them unë se bën mësuesi në bashkëpunim me prindin, pastaj jep gjithmonë feedback rezultate shumë të mira, patjetër. Pa diskutim. Përgjatë bisedës sonë në studio, juve u ndalet pak edhe tek teknologjia, për mënyrën se si e përdorni në përditshmëri për t'i qasur fëmijët kundrejt librit. Prandaj dua të ndalem edhe pak më tepër tek teknologjia. A është ajo një konkurrente për librin apo mund të bëhet një aleate shumë e mirë për ta qasur fëmijën gjithmonë edhe më afër librit? Nuk më pëlqen që në vitin 2025 ne ta shohim teknologjinë si konkurrente. Jo. Nëse do ta shohim të tillë, atëherë do na duhet të futemi në një luftë të cilën e kemi, në një betejë, thosha, të cilën e kemi të humbur, pa diskutim. Nuk është e pa shmangshme. Më pëlqen shumë që teknologjinë ta kemi dhe ta përdorim si aleate tonën. Unë shpeshherë në projektet që kam me fëmijët, me nxënësit, nuk e pengoj mbështetjen te teknologjia. Absolut. Nuk e pengoj. Përkundrazi, i motivoj fëmijët që duke përdorur pjesën më të mirë të teknologjisë, ne ta ngrejmë në një shkallë akoma dhe më lartë projektin. Nuk besoj se ka gjë të keqe nëse një vepër të cilën fëmijët e marrin apo ta lexojnë apo ta interpretojnë, nuk besoj se ka gjë të keqe nëse ata e shoqërojnë me një pjesë filmike, të cilën e kanë gjetur. Apo e kanë krijuar vetë. Nuk besoj se është gjë e keqe që fëmijët ta marrin një ide nga bashkëmoshatar të tjerë
të një shteti tjetër apo të një vendi tjetër dhe ta përkthejnë atë idenë dhe ta sjellin për stadin ton. Në realitetin ku ne jetojmë. Nuk më duket ide e keqe, do të thënë që fëmia ta përshtas një vepër letrare në aspektin teknologjik, që ta prezantoj, jo vetëm në kuptimin të prezantoj me këto programet e thjeshta, këto që jemi mësuar shablon t'i bëjnë tani këto projektet. Jo ashtu. Fëmia ta aktivizohet në projekt. Duke u aktivizuar në projekte të ndryshme, fëmia fillon të prek atë që nuk e ka imagjinuar ndonjëherë. Po edhe ti si mësues fillon të zbulosh fëmijës talente të cilat pse kisha haberin që ekzistonin. Mua më ka ndodhur kjo, Kela. Me nxënësit e klasës së 10 si vjet jemi duke punuar nisi fillimisht si një projekt brenda klasës dhe kam përshtypjen se po i kalon kufit e klasës. Në klasën e 10 fëmijët në lëndën e letërsisë njihen me letërsinë antike fillimisht si baza dhe si themeli. Dhe pastaj fillojnë që të njihen me rryma të tjera, po fillimisht qëndrojmë tek antikiteti dhe preken 2-3 poet antik, autor antik, të cilët merren me vepra të ndryshme për tu analizuar. Në projektin e letërsisë ne vendosëm që të nxirnim antikitetin sipas imagjinatës së tyre dhe ta sillnin në një formë, në një mënyrë tjetër, jo më këtë shablonin që ishim mësuar, të marrim nga antikiteti këtë, të japim nga antikiteti këtë e të tjera me radhë. Çuditërisht në një orë mësimi, kur unë kisha shpjeguar fillimin e analizën, po them, të Iliadës dhe ende nuk kishim filluar të futeshim në për pjesë të caktuara për interpretim, një vajzë e klasës së 10 vjen dhe më sjell një flet formati, të cilin e kishte punuar me stilolaps të zi, me dorë të lirë, ashtu siç ajo e kishte imagjinuar 2 kampet e luftës, grekët dhe trojanët. Edhe më thotë mësuese, për mua, në bazë të analizës që folëm dje, Iliada është kjo. Dhe unë e shikoj dhe ishte e papritur. Lindi thjesht si e momentit, si ide. Dhe i them, pse nuk ma sjell edhe këngën që do të marrim sot për interpretim? Pse nuk ma sjell edhe këngën nesër, po njësoj si skic? Nuk kishte përtuar. Pse? Atje e kishte dhuntin. Mbase nuk donte, nuk dëshironte, nuk i pëlqente, ta lexonte të gjithë. Po ama atë që kishte marrë, kishte kapur thelbin e asaj. Dhe më sjell, kështu filloi të gjitha këngët që ne morëm për interpretim, më sjell të skicuara të gjitha. Ndryshoi tërësisht ideja e projektit. Tërësisht ideja e projektit. Dhe nga një autor që mbetëm në fillim, që ishim në fillim, projekti ushtritej gjithë antikiteti dhe periudha e antikitetit, të paktën për ata autor të cilët fëmijët i marrin në klasën e 10. Filloi kështu një punë e madhe. Ne vazhdonim me analizën e veprave, vajza vazhdonte me skicat me çdo autor dhe me çdo poet. Dhe pa diskutim që gjatë punës së vajzës pati mbështetjen maksimale në timen, u hodh një lloj interpretimi mbi ato vepra të cilat vajza i sillte si skica, dhe në këtë mënyrë vendosëm që të sjellim mbase jo për lexuesin e gjerë, po për nxënësit që ne i kemi në qendër të vëmendjes në përditshmërinë tonë. Po për nxënësin filluam të sjellim ose po përpiqemi që të sjellim në dritë të botimit një mini blok tek i cili ata do ta kenë më të lehtë mbase, po edhe një mënyrë të re përqasjeje ndaj asaj periudhe të cilën shpeshherë ne e lëm pas dore, pa e kuptuar që fillesat i kemi prej andej. Kupton? Dhe them se jemi duke bërë një punë të mirë me fëmijët në momentin që do të kemi në dorë këtë projekt të finalizuar, flas. Po kam përshtypjen që unë po e them edhe gjatë intervistës, pse jo, dua që në një bisedë tjetër të jemi së bashku, ndoshta edhe me nxënës. Unë me kënaqësi, po, për të prezantuar më tepër këtë projekt, por edhe për të treguar se si kështu nxitje të vogla, gjëra të vogla
prodhojnë gjëra gjithmonë Është edhe ajo më të që thamë bukura në dhe më të fillim, veçanta. që krejt papritur, domethënë një shkëndije e vogël solli këtë projekt. Askush nuk e kishte Edhe nga ana menduar, as unë, as ju fëmijët. zbuloni talente të reja Talente të tek cilat atje e ka fëmia talentin. Po kjo nuk do të thotë që ne duhet Edhe të themi kështu patjetër vazhdon ta mbështesësh për ta. Ajo solli një për ta mënyrë arritur. leximi. Më kupton? Solli një mënyrë leximi. E bëri letërsinë antike, bëri veprat e antikitetit shumë herë më të thjeshta për të Patjetër. lexuar. Për bashkëmoshatarët e saj, Një lloj përqasjeje ndaj asaj letërsie. Janë eksperienca të tilla të cilat Eksperiencë. patjetër ju motivojnë, ju nxisin për të vazhduar punën tuaj me nxënësit në përditshmëri, edhe për te sfidave dhe për te vështirësive. Jemi shumë pranë festës së fëmijëve. Her pas here ne si prindër priremi për t'i argëtuar fëmijët. Nuk është e gabuar, nuk mendoj kështu, por Absolut. priremi për të bërë gjithmonë edhe më tepër dhurata materiale, të cilat ndoshta ata i pëlqejnë edhe i gëzojnë momentalisht, por shumë më pak dhurojmë libra. Prandaj edhe në kuadër të temës që jemi duke folur, ke ndonjë libër që rekomandon gjithmonë për fëmijët, edhe në këtë rast mund visi një këshill për prindrit për ta dhuruar tek ta. Ndoshta edhe një temë, një libër që ka ndryshuar atmosferën në klasën tënde edhe Nga eksperienca ime, edhe si mësuese, edhe si nën, ka ndalë së fundmi në treg, nuk di të them nga cila shtëpi botuese tamam, ka ndalë së fundmi në treg vepra klasike të përshtatura për fëmijë, të cilat unë i rekomandoj shumë. Është thuajse kolan ajo që vjen, dhe fëmia njihet me emra dhe jo vetëm emra autorësh, po njihet me histori, me vepra të cilat do t'i mbar gjatë jetës së tij. Nuk ka për të lëshuar kur. Kështu do të veçoja shumë Princi i vogël, do të veçoja shumë Liza në botën e çuditërave, do të veçoja pa diskutim Pinokun. Andersenin e kam të dashur, do ta veçoja dhe Andersenin. Ka plot, domethënë, sidomos tani në këto momente që ne flasim, ka plot autor të cilët janë përshtatur për fëmijë të grup moshave të ndryshme. Dhe fëmia fillon ta lexoj një vepër, po them, të përshtatur për moshën e vet, pastaj fillon ta lexoj edhe një herë në një moshë tjetër, dhe pastaj kur shkon akoma dhe më i ri, i jep një këndvështrim tërësisht tjetër, po ama e ka tërësisht të plot këndvështrimin ndaj një vepre apo edhe ndaj përqasjes ndaj atij libri. Them që nuk duhet t'i largojmë shumë fëmijët nga klasikët. Unë jam partizane e tyre, domethënë dua që të lexojnë. Janë të pavdekshëm. Pastaj në përditshmërinë e tyre do të kenë kaq shumë kohë për t'u njohur me turma librash që vinë, por nëse ne do të kemi bërë mirat punën që fola pak më parë, ti mësojmë se si të përzgjedhin, nuk do t'i ikin nga letërsia e mirë, përjedhoj as nga jeta e mirë. Dhe duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, cili është mesazhi që ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur në kuadër të temës që ne trajtuam së bashku? Shikoj, gjatë bisedës unë përmenda Princin e vogël, edhe e përmendi edhe mikesha ime. Duke qenë se ka qenë një eksperiencë. Ka qenë edhe eksperiencë e veçantë. Më pëlqen shumë diku në libër thuhet që ajo që është elbësore nuk shihet me sy. Ndihet në zemër. Jam shumë e bindur se nëse ne i mësojmë fëmijëve të lexojnë siç duhet, ata do të jenë njerëz të cilët do të ndjejnë shumë. Dhe një botë me njerëz që ndjejnë shumë është një botë e cila vlen të jetohet. Shumë bukur. Më përfshim edhe mua. Faleminderit. Në gjithçka që ndave dhe isha duke menduar, patjetër gjithmonë edhe më tepër për gjithçka që prezantove, sidomos në këto momente. Faleminderit shumë, Kela. Ishte kënaqësi shumë e madhe. Gjithmonë kënaqësi shumë e madhe të jem pjesë e emisionit tuaj. Je gjithmonë e mirëpritur për të ndarë mesazhe të dashur. tilla kaq të rëndësishme, por edhe me vlerë për dëgjuesit tan, jo vetëm si një nën, por mbi gjitha edhe si një mësuese që edukon brezat. Të falenderoj dhe një herë Eva, të uroj një ditë mbar në vazhdim, kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme. Kënaqësia ime totalisht. Do të shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, rikthehemi së bashku pas pak për të vazhduar minutazhin e programit Muzik Plus këtu në Radio Emanuel.